Amarildo, e fillojmë nga Sala, është edhe titulli i emisionit, po ne nuk do merremi vetëm me Salën, do merremi me vizitën në Rom të Ramës, me hetimen për Ballukun, me zgjedhjet në bashki se ishin dielën e kaluar, fitojnë 4-0. Me vendimin e gjykatës kushtetuese për Erion Velin, dua të di për gjitha këto mendimin tënd. Dhe pastaj e dytë huaja është një çështje shumë dramatike që ka qenë turizmi i sniperëve, shkonin domethënë njerëz fare të zakonshëm, paguanin 90.000 euro, shkonin në Sarajevo. Ka koqe di. Unë kam ditur që atëherë, po tashti është hapur. Domethënë kanë qenë italian, dëgjoja të prokurorin thoshte njerëz fare të zakonshëm të domethënë paguanin 90.000 euro dhe ishte fëmijët paguheshin më shtrenjtë, pastaj diçka gratë dhe jo, të dy do të vinin ushtarët, një burrat me uniformë, pastaj gratë ndërsa plejt ishin fala, domethënë nuk paguajnë. Këto ishte edhe pastaj për situatën në Pokrovë. Gjithsesi dua t'ju kujtoj të gjithëve që jemi live dhe mund të na ndjekin në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Ndërkohë Enea besoj na e ka nisur linkun dhe unë dua ta filloj me Saliun. Atëherë, Saliu. Qa ka bëu më për Saliu? Qa ka bëu? Nuk e gjejmë për t'i dhënë fletëthirjen që pa shiko, më bën përshtypje. Ore, edhe burgaxhin në kohën e komunizmit, vëllai, që dije që do përfundohen në spaç. Allah, domethënë, po kishin më shumë dinjitet, më burr, nuk Po që digniteti nuk asë bëhet fjalë për asë lloj, nuk ka asë lloj rregulle ai njeri, sepse ai e di fare mirë që çfarë do që të hapet ai nuk dënohet. Sepse ka që ai nuk ka vrarë as si hebre gjatë 35 vjetë, vetëm shqiptar. Si. S'ka vrarë asnjë hebre, po të kishe plagosa vrarë hebrej të 280 vjeç, 300 vjetë të fundit e bote në burg. Kështu që shqiptar me shqiptar është më për mos e vrit mirë për muhabet. Am kuptuar, e di që s'ka për të dënuar, këto janë pallavra. Domethënë me mush publikun plot, është një çështje nga ato banalet që i serviret shqiptarëve për 35 vjet, se më e bukur është që tani ai as nuk përpon më as lajm, domethënë duhet të jesh shumë nivel i vrarë tonë që të vazhdosh të merresh me Saliun. Shiko, megjithatë jam shumë dakord, është qelbur fare duke u marrë. Unë kam një neveri patologjike të merrem. Po edhe me domethënë ai nuk, si mund të them, nuk është fit as me marr pushtetin. Nëse përpara ishte fit me marr pushtetin, tash nuk është. Po ta shohësh, ai nuk di çfarë flet më. Jo, e vërtetë është. Po është po si gjyshja ime. Gjyshen mos i vjen në qafë gjyshës vlaze. Më gjo më po e kam dash fort, po 4 emra vete përpara derisa ju afrote emrin tim. Çfarë ti bosha unë asaj? Nuk e di, haja të hatër nuk ngelte, se s'kishte si ngelte. Megjithëse ishe i vetëm, Po, unë isha i vetëm dhe isha i parë. O Jorgo, o Sotir, o Andrea. O Eduardo Dritano, kështu, derisa dilte ke emri. Mos ngelte hatri, ngelte mamit. Po. Do jemi në këtë gjendje tash, ndaçën Xefu, ndaçën Xefu si nona ime kot, am kuptuar. Lehat më vetë nuk e çam më morë atë. Gjithsesi, kjo zarritje që po i bën ai është tamam punë. Sepse priste një janarin, shiko, një burr shteti shkon e thotë, çfarë doni juve? Hajde, jemi në fjellën shpejt. Ti po flet për burra shteti, ti po flet për burra shteti, po flet burri shteti në radh pa do shtetin. Sido që ti të muhabeti, një burr shteti do shtetin, sepse burra shteti për shumë, perëndimi, po e marrim ke 45 vjeçi, ke 80 vjeçi i fundit, ka qenë Charles de Gaulle, që ka qenë burr shteti, ka qenë pastaj dhjen dorën te ata. Kemi pas kush ka qenë, s'maj me nej tjetër, siç ka qenë Angela Merkel, burr shteti, po e fuzin burr shteti dhe asaj, i Schulz, se ka qenë përpara, nuk e di çka ka qenë. S'maj me, një
Vareles. Shmidi. Do më thënë, për edhe këta, vetëm se ishin e ekonomi shumë të madhe, po jo burra shteti. Burra shteti është të të ndryshosh rrjedhën e ngjarjeve. De Gaulle arriti për zuri amerikanët, për zuri. Prandaj thash De Gaulle edhe fillova më thënë të humor. Pastaj fillova tu për dres, po gjesha. Po dia gjesha të vesha topet që ta qusha për shteti, se diem këto. Po që Zhuno, e këto ishin pastaj si që me të radha, sepse arsyeja pse jemi këtu tash di, që ky skandal i jashtëzakonshëm. Europa se sala, nuk është ndryshe. Kanë më të ri se sa pak më mosha njëra tjetrën. Edhe është pikërisht sepse këto kanë marrë qeverisjen kota, këtu e fitova unë. Okej. Ka vonë fare më burra, asë lloj ndryshimi. E qartë. Do të vej unë, do rrish 4 vjet aty, sa arritëm për shkak ne kemi arrit nga De Gaulle ke ky që smet vesh e ka grup. Rreth gruj. Bravo. Se po shifsha atë momentin që doli Sarkozy nga burgu e priti gjitha femën, ka lezet. Po ka lezet më mirë ai se sa ky që... Okej, po shkoj në burg, Sarkozy, tha, janë gjitha e drejta do dali, tha? Po, më e kuptoj, po e ke pësysh... Ma e tregoj një farë burnia. O burni sa dush, për kam fjallën e priti gjitha femën për jashtë, kurse këta e pret burr. E thot më një burg se këtu, dhe pa ne e flet budalliqe tash, jo, po do i bim Ukrainës, do që shtar, do bëj këtë. Po nuk ka për të shpëtu, aty do rrim ata. Nuk e fut një në burg. Okej, me thënë drejtën, unë kam bezime bisedu për këto punë të salës, më se është bërë të Amarildo. Zotë rujna, po është bërë toksike me gjithmonë, e kam, nuk ti rije flet për një njeri i cili këtë muhabet e ka fillu qysh në 90, gam. Tani, ne duhet flasim, do më thënë, e vetë një gjë që mund të flasësh për salën është pikërisht ajo frym që i ka fut të gjithë Partisë Demokratike, e kupto se çfarë domi i jashtëzakonshëm na ka harroj me këto vramat, harroj korrupsion, harroj gjitha. Po çovësh, po do nuk bëhet. Ja. Nuk bëhet për të e ke parasysh gjysën e si më thënë athellët, ose... Dje tha, Mohabiti Villimanjani, që ishim në emision, tha duhet mbylli qepenin, tha duhet ike e parti, tha. Dhe më thënë, përse u patak e moderatorja, Ela, tha që shkjefo edhe ata të tjerë, që ore duhet mbyllë, tha nuk ka më... Po Ela të që ka fillu me mor vetër, më bursa, Mirë, shiko, edhe mua mu duk si ekstremiste, sepse Villimanjani është i dyti që në të parin e kam dëgju prej të jetë, që ajo partit duhet mbyllë. Ti e ke thënë para 3 vjetë. Jo, publikisht, se kështu. Po, unë nuk është se kam urrejti më për atës, unë s'kam urrejti për asë gjo. Ta them me si... Ti mund të kem për fizin tim, që kam pas gjithin ande. Bravo, nuk bëhet, pse se është futa e ofrim. Dhe këte nuk është se e them unë, ma e thot shkenca më bu. Po u futen ato loj lumi, shitu, nëse do ndërtosh për shembull një biznes, është e provuar që edhe punëtorët i ngjajnë bosit. Po. Është e provuar. Nuk ka më me vërtetu as unë as ti, as nuk është thashë e them. Është e provuar. Natën ndërtesë do t'i ngjash bosit. Do si ngjajtë vitën e parë, do ngjash vitën e dytë, ose do dalësh jashtë nga puna. Më kupton kështu që detyrimisht do marrësh ato forma. E ke parasysh një nga figurat e PD-s më e mira, më normal. Saljani për shembull. Që karam burg më prej vërteti, për shpifje. Do më, ke qatë se qa halli është atë? Okej. Jo, e dim se për mbaj se ti nëzjerë më të mirë në këtu kur vitat për përdam. Po i bëjë analizme dhe duhet në kuptojnë me vërtet, më duhet sinqerisht më kuptojnë, është të mashëm, është shumë të mashëm. Më i mirë ka bërë burg për shpi. Po, ai, do më thëmë, po të pysës gjithë PD-s, shumë veç e veç, sepse kur i merë kështu në intervista që i merë në ti ka jetë gjithë, do më ajtë trashën, sa gjithë thonë që o po të më kishte mu, ose deri kur kam qenë, unë ka qenë mirë. Kur ke qenë ti? Ta tha 9 se 90 më dhija jo. Sa u kriu. Okej, kaloj që mos ashtu, se kemi shumë ngjarje për të ashtu. Dje, trajtim i, do më thënë, takimi 2 qeverive.
me